Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Vëllezër të nderuar, jemi edhe sot në takimet e radhës nga ligjëratat e ditës së enjte dhe si ju kujtohet në takimin e fundit kemi bërë një hyrje të cilën e kemi konsideruar do të thotë si një parathënie në lidhje me ligjërata që do të flasim për to para muajit Ramazan. E kam përmend atje do të thotë se edhe kësaj radhe do t'ja kushtojmë këtë javë të fundit para muajit Ramazan, do t'ja kushtojmë asaj që ka të bëjë me këtë muaj. Mirë po, të folurit për muajin Ramazan, për përgatitjen e kështu me radhë nuk nënkupton se këtë vit kemi me thonë diçka të re që nënkupton anulimin apo rënimin e asaj që është thënë deri më tani. Dhe asnjëherë nuk duhet kështu të kuptohet. Nuk duhet kështu të kuptohet, nga se derogimi ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mund ne të derogojmë ato që përmendim nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po, mund të gabojmë e pastaj të pendohemi për gabimin dhe publikisht themi se në filan dersi kemi gabuar dhe kjo nënkupton se jemi përmirësuar dhe kemi ndruar qasjen. Po përderisa nuk dëgjoni kështu, gjitha që janë thonë mbesin valide. Spaku sa i përket bindjeve të mia. Prandaj duhet që përfitimi nga këto ligjërata të ndërtohet në ndërtesën që e kemi ndërtuar së bashku deri më tani. E jo të jetë i shkputur nga ajo që është thënë. Për këtë arsye kam vendosur që kësaj radhe këtë vit, pasi që e kemi quajtur edhe serin për një Ramazan më ndryshe në çfarë aspekti. Mund të jetë në shumë aspekte, mirë po kam përmendur se do të flas me lejen e Allahut azza xal për atë që ka qenë shumë i veçuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikur që e kanë transmetuar dhe përcjellur ata që kanë jetuar së bashku me të. Andaj sikur se ka në hadithin e Aishës ibn Abbasit radhiyallahu anhum e të tjerëve se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është veçuar në Ramazan me një trajtim më të posaçëm ndaj Kur'anit dhe gjithashtu është shquar me dorëdhënie, me sadaka. Dhe kam përmendur se do t'ja kushtoj, do të thotë se spektimi dy ibadeteve një kohë besoj të mjaftueshme inshallah që të flasim për këtë temë. Andaj sot do të flasim për Kur'anin dhe qëndrimin ton ndaj Kur'anit në muajin Ramazan. Dhe çfarë duhet të bëjmë ne para se të vijë ky muaj për të pas një qasje të dobishme të mirëfillt në muajin Ramazan. Vëllezër nderuar, unë nuk du me folë se sa është Kurani i rëndësishëm, vlerën e Kuranit, ajete, hadithe, nga se kjo është temë të kalueshme tash për ne, apo as nuk du me folë tash për shembull se sa na duhet neve Kurani në jetën tonë të përditshme, jo. Mirë po du me fillu prej ku kam mbaru dikon. Kur kam fol çatu dikon për Kuranin, kam fol më herët, tash du me vazhdu për qasaj apëtën në bazë të një ajeti në surën Al-Baqara në ajetin 121. Për cilën me vëmendje, këtë ajet nga se është hyrje në dersin tonë. Allahu Jalla wa Ala thot: "Alladhina atejnahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Allahu Jalla wa Ala thot në këtë ajet interesant: atyre të cilëve u a kemi dhënë librin. Këta i a japin hakun leximit. Dhe duke i a dhënë hakun leximit, besojnë drejt në te. Dëshirojmë që këtë Ramazan ju të lexojmë, por t'ja japim hakun leximit. Shiko këtë haqqa tilawatihi, hakun leximit, Allahu Jalla wa Ala me çka e ka parapri edhe me çka e ka përmbyll. Allahu thot: "Atejnahumul kitab", u kemi dhënë librin. Këtë dhënje në këtë ajet është më speciale se atyre që u ka arrit libri. Apo don dallan kur një mall arrin në treg. Ai ka arrit në treg, po tonë shohin ka mundësi me marr, dallon kjo nga situata kur ti e blen dhe e merr tash është e jotja. A kuptove?
Andaj tash nuk kemi të bëjmë me shpallje, ua kemi shpall, do më ne kena prezentu, e kemi reklamu, jo, atejnahum, këta e njerë që e kanë marë, tash është e tyre kjo, është pjesë e jetës e tyre, e pikuru bu kje e ty në tjires që bo, nga se këta hakka tilawet i hi. Këta, shiko Allah nuk thot, jetlunehu, vetëm e ledzojnë, mirë po thot, hakka tilawet i hi. Kjo hakka kur vjen, ju rrëdher i bën problem djetarët të tefsirit. Sa që nga njere, për shkak të pamundësis me adhon që është duhet kahjen, disa pe ulemat të tefsir preferojnë me thonë se jo kjo kërkes është deroguar. Jo në këta jetë, po përsikë një ajet tjetër. Në surën Ali Imran, Allahu Jalla wa Ala thot, ja ju helledhine amanu tekullaha hakka tuqatihi. Shiko, kjo është ajeti vetëm Kur'an që ka hakka tuqatihi. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun, ose realizoni devotshmërinë, duke i adhon hakun. Ulemat thënë se, disa për ulemat kanë, kjo hakka tuqatihi, na nuk mundëm Allahut me adhon hakun devotshmëri. Andaj është e deroguar me wattaqullaha mastata'tum. Keni frikë Allahun sa keni mundësi. Se kjo fjala hak, apo kush për merë këto me hak, tash kjo diçka tjetër. Prandaj Allah këtu po thot, ja dhojnë librin ai që e merr me hak. Prandaj a do të thosh Allahut këtë Ramazan, ja Rabbi, ama Kur'anin se me hak e kapjone. Që kjo është çapo do në këtë Ramazan me bopën. Hak me marr. Do më ia dhon hakun lezimit. E kush jep Allahut besën? Se jep hakun lezimit, Allahu jep dy hedije për një punë tonë thon. Atejnahum, Allahu ja jep librin edhe dëshmon se këta besojnë ta. Qështu të Allah e kam pështil, a lezëmë në rajetin, në Bekara 121, alladhina atejnahumul kitaba, jetlunahu haqqa tilawatihi, ulaike ju'minune bih. Shiko këtë haqqa tilawatihi, e kam pështil me atejnahum edhe me ju'minune bih. Do të ua kemi dhënë edhe këta besojnë ta. Cila është rruga për që dhënë hakun lezimit? Djetarët e hershëm vëllezëni, pak po duam një bartë në mejdan pak shkencor, ilmi, apo? Po, të është më rëndësi që të bartimi pastaj ati ku përna duhet, apo? Për para djetarët, kur kanë folë për Kur'anin, disa për djetarëve, kanë përmend se nuk i takon njeriut, i cili nuk i posedon mekanizmat e duhur për kuptimin e Kur'anit, nuk i takon ati, madje nuk i lejohet që tenton ta kupton. Për kuptimi i tij duhet të jetë gjithmonë i varur nga dikush më i dishëm saj. Me një kuptim kanë thonë taklidi, pasimi i verbër, më primare është të jetë në Kur'an në kuptimin e ajeteve, sesa në zbërthimin e dispozitave. A po kuptoni? Dhe kjo i ka bu plot musliman që të mjaftohen, kjo rregull, që të mjaftohen me lexim, por jo për veti, se për veti zgudzajone, për veti hoxha më kallzon mu. A unë çka të lexoj ja fali babës e migjës e dajës e kështu për dekun aftën. Pra ai sot muslimant në shumicën e rasteve, raporti i vetëm i tyre me Kur'anin është kur duhet me lexu për sevap për dekun. Të pakt janë ata musliman, mos bëna kështu anulim ekstrem. Të pak të ata musliman që e qelin këtë libër, thonë, hajde të shoh robi i Zotit, që i ka thonë Zotit vetë të robi, apëtën. Pak jo kësi qasje. Apo? Prej ka kjo vezvese, thash nga kënde se ky Kur'an është për muqtehida, për njerës që kanë ditë gratë nalta, nuk është për njerës të thjeshtë. E përmana këtë dilim për t'ja parapri, apo? Vezvese që mund vjen kokat e dikujt kur të filloj tash me fol për ato që aku du me kallëzuar. Në surën Muhammed, Allahu Jalla wa Ala thot: "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha." Allahu thot për këtë e zbërthen këtë hakka tilawati me fjalën tadabbur. A thua vallë nuk bojnë të dëbbur. Qka të dëbbur? Të dëbbur që ka arë këtu nuk është do të thotë
adekuate e përshtatshme me fjalën tefsir. Nuk kemi të bëjmë me komentimin e Kur'anit. Po Allah thot, a thua vallë, nuk e përdorin mendin për të logjikuar dhe për të menduar për fakte që i kemi shpërndanin librin ton. Kjo këtu, po, gjithë që i bjen apo, që lloj pyetje. Mi po dietarë thënë se e ka për qëllim, kjo është për qëllim si lloj sqarimi, bel. A thua vallë, pse ata nuk e meditojnë Kur'anin? A pyetje kjo? Po, ku përgjigje Zot? Nga se zemrat i kanë të mbyllta me drynë. Zemrat edhe ka ardhur, shiko, ala kulubin, në zemra nuk ka ardhur njëjs, kufël, po ka ardhur shums, akfal, dryna të shumë të dunjallokut, apo kanë vërshuar mbi këtë zemër. Edhe nuk mundet zemra tash të hapet në kuptimet e Kuranit, nga se është e mbyllur me drynat e dunjas. Një nga dietarët e tefsirit, që ishin kriti Allah më shëroft i vjetri, të ky ajet domthon komenton ndoshta më shumë se 30 faqe, më shumë. Citat. Edhe ajo që ka neve në intereson për kësaj është atë. Thot, ky ajet në përmbajtje, tash unë për u kthej shqip, ju bashka thonë haj, për adaptoj në kuptimin tonë. Ky ajet vllazni që flet, fillimisht përmbajtja e tij është lavdruese apo qortuese? Ky ajet në përmbajtjet vet, a pe livdan dikon a pe qorton dikon? Pe qorton. Qysh ti s'pe mediton Kur'anin, me siguri ki drynën zemër. Mirë. E para do të qenka qasje qortuese, me përmbajtje po do të thonë qortuese. Mirë. Pyetja e dytë mas kësaj. Kanë pe qorton Allahun këtë ajet? Pejgambert? Sahabët? Jo vëllezër. Allahu po i qorton kufart. Para mëna. Kufart edhe munafikat e Medinës, po i qorton të cilët, ata janë kufar, po shprehen si musliman, të cilët rrinë xhami, lexojnë Kur'an, mu tregu se po lexojnë, ndërsa asnjë drynë, asnjë mbyllje, apo prej drynave të shumë të zemrës nuk po arrin mjau qel ky Kur'an apo. Këta Allahu po i qorton. Don leximi i Kur'anit, për shkak se nuk po meditoni, nuk po mendoni për atë që ka në Kur'an, nuk po u qel zemrën atë. Që ta Allahu po i qorton. E thot ky dietar dhe disa të tjerë, në qoftë se Allahu për mos meditim i ka qortu kufart, që në më të këqij se kufart esencial, nga se ta munafika në besim, atëra thua vallë, çish i bën me qortu një musliman që pretendon se e ka Kur'anin dhe e ka udhëzues, e ka udhërfyes, e ka libër të shenjtë, e nuk e mediton. Prandaj meditimi i Kur'anit vllazni është faza vijuese masë që kemi fol për leximin e tij. Normalisht unë sot do më fol veç për këtë pikë në kuptim të vëdësimit. Inshallah në dersin e ardhshëm do të flasim praktikisht çysh mund e dikush me marr Kur'anin shqip edhe me meditu. Do të mësojmë inshallah praktikisht, por sot do më fol spaku për këtë temë se ta kuptojmë këtë çështje seriozisht. Duhet besimtari ta mediton librin e Allahut Azza Jall. Të ketë një qasje përballë këtij libri pak më ndryshe se që kemi pas deri më tani. Deri më tani ndoshta qasja e muslimanit përballë Kur'anit ka qenë mundësi për me fitu sevape. Ton lexoj edhe fitoj sevape. Tjetër përveç kësaj, po ball, ni shkrojnë 10 sevape, ball. Ni shkrojnë 10 shpërblime. Alif Lam Mim 30 shpërblime. Na po dojmë këtë Ramazan mos mi pas me të shpërblimi më. Kena pse mos mi pas me, as bana jo, kena kaltu Ramazan e kalum. Tash këtë Ramazan do ne më shtu diçka tjetër. Tash jo vetë sevapi, sa sevapi i morra tu lexu. Tash kët pikë me pak më ngushtu territorin kësaj pike. Se u zgjonu shumë. Ka marrë më shumë territor se që duhet. Tash po kena me lexu edhe për sevap, po tash do ne mi adani territor pe kësaj, kujna asaj që Allah i ka hak tilawati japtë. E kjo është meditimi.
me meditu vëllai për këtë ajet, çka ka donë Zoti më thon. Me këtë ajet unë e gjeta qelsin, e shtin këtu e qel drynin atë. Sa dryne janë këtu apo? Shumë dryna kanë një zemër apo. Qelçat ku janë? Veç në Kur'an apo. S'ka qelça për këtë zemër kërkon? Apo andaj sa ato kam shel drynë zemra këtu, po thosh hoq s'pe përjetoj ç'është duhet namazin apo. E dryko. Se mos e pas drynë qelet, po dryni s'pelen. Gjoje qelsin në Kur'an dhe qele drynin apo. Shumë e thjeshtë. Që kjo është tadabbur apo. Jo më bëm Ibn Kathira me bot tefsir ose për shembull në ajet që asnjë alim s'ka mund me bot tefsir tash ti ajetet problematike në Kur'an më u tash ti më drejt. Jo kështu do valla. S'jam don për tefsirun. Po them kët Ramazan a do të kesh mundësi me gjet një qelës veç që një dryje hek për zemra ma pak, një dryje ma pak e kia për. Dryni kooperacis, dryni mendjemalsis, dryni lakmis, dryni sifatsis, shumë dryna ka këtë, shumë ka. Duhet me marë Kur'anin me qelës. Si të qelësh, apo, nuk më shelet më bëjt një laptën. Jetë zemra hapër. Që kjo ajet të dëbbur, apëtën. Kjo duhet me qenë dhe azni gjatë tër vitit, apëtën. Mi po na po e veqojmë me Ramazan. Pse po veqohet me Ramazan ma shumë Kur'ani? Normalisht dikush thot, po këtu ka zbrit Kur'ani e di. Po ka zbrit Kur'ani Ramazan, këtë e dim. A ka diçka tre sot që kemi na kallzu? Po shpresoj që po inshallah. Cila është e reja? Du me bo një lidhje mes kësaj qetësika, do meditimi i Kur'anit në Ramazan, meditimi i Kur'anit, po do të thonë, dhe Ramazani, me bo një lidhje përmes dy pikave kryesore. E para, lidhshmëria e Kur'anit me agjerim dhe lidhshmëria e Kur'anit me natën e ditëve të Ramazanit. Çfarë lidhshmërie ka? Me ta prodhu ty të deburin në mënyrë më efikase. Me të nimuti më shumë të debur me bëvë. Qoftë kur e bësh gjatë ditës, ose qoftë kur e bësh gjatë natës. Të periudhë s'ka mo. Ja ditën kemi meditu, ja natën. Andaj, në qoftë se dënë me meditu ditën, bëre këtë lidhje, apo, ndihmon me lejnë Allah Gjallahu Ala, më bukur të meditar gjatë ditët Ramazanit. Pse? Çfarë lidhje ka Kur'ani me agjerimin? Allahu Gjallahu Ala kur thot për agjerimin, qëllimi i agjerimit çka është? Wallahi kush e mediton këtë Kur'an, habitet atë. Tamam çka ka thënë Allahu Gjallahu Ala. Walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Allahu thot me qenë nga dikush tjetër pas Allahut, kishit me gjetë kundërthënie, përplasje, s'lidhet kjo me këta. Shiko sa bukur lidhet çdo send këtë Kur'an sponat. Andaj Allahu thot për agjerimin la'allakum tattaqun. A thot, do thot qëllimi i këtë agjerimit oro bezohet është ti më kon më takva. Që ta për lupën për te. Mirë, unë e po du me realizu devotshmërinë tash që po kërkohet me Kur'an. Apo? Ku e kuptojmë këtë? Në fillim të Kur'anit, Allahu Gjallahu Ala kur flet për librin e tij, prezantimi i parë i librit të Allahut, hera e parë që njerëzit po kanë mundësi me u njoftu se çka ky libër, Allahu thot: "Dhalika al-kitabu la rayba fi." Kjo është një libër që s'ka pikë dyshimi te. Hudan lil muttaqin. Kjo është udhëzim për të devotshmit. A dini çka thotë Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimullah kur e komenton këtë? Thotë shikoj sa bukur Allahu Gjallahu Ala apo e ka prezantuar lidhshmërinë mes të librit dhe devotshmërisë. Çka nën kupton kjo? Se nuk ke mundësi, e para, se devotshmëria është në këtë libër, por nuk ke mundësi ta shpalasësh këtë devotshmëri pa leximin e këtij Kur'ani. Andaj është rrugë e domosdoshme. Për këtë arsye, në qoftë se ne e lexojmë Kur'anin, lexim të drejtë, sikur se ka thënë Allah më dhon hakun, dhe këtë në muajin që kërkohet nga ne timi të devotshëm, duke e përdor mjetin më efikas të mundshëm për devotshmëri, do të na shpijën rezultat. Pa kjo lidhshmëria, kur i agjerushëm, të kujtohet pse po rriu në unë te këtë vakt. Thur se duhet me kuni devotshëm. Ndërsa ndore ki udhëzues të devotshmërisë. Çish e lexon?
Lezoj me përkushtim, se e din se në qufë se këtë elshën, badjava për e nund. Apo, s'ki qare pa e kap në dora, pëtën. Nuk i qare, pëtën. Prandaj kjo lidhshmëria agjerimit me meditimin e Kuranit gjatë ditës. Se ti, kur thanë buzët dhe kap eti dhe uria gjatë ditës, dhe vapa e kështu me radhë, vjen ka një men, po pse unë e po në gjinaj? Po agjeraj dhe po e bëj këtë sakrificë që t'jemi i devatshëm, apo? E kur devotshmëria e kje këtë ndora, pëtën? Se Allah kanë kjo është hudan lil muttaqin, pëtën. Prandaj meditimi i ti të ndihmon me realizu qëllimin për cilin ti përrin unë edhe etur. Dhe kjo ka simbolikën e vetë dhe fuqin e vetë që e përjetën agjerusi në momentin kur i kujtot kjo kuptim që na po e shpalosim sot para jush. Dhe gjithashtu se i përket lidhshmërisë së agjerimit me Kur'anin është se bashkëpunimi i mirëfillt mes Kur'anit edhe agjerimit në këtë dunje sill bashkëpunim të mirëfillt mes tyre edhe në ahiret. A ka në hadith se Kur'ani dhe agjerimi s'ka thonë zeqatja, namazit, po ka bu kombinim interesant. Kur'ani dhe agjerimi ndërmjetësojnë tek Allahu për robin. Andaj shikoj këtë bashkëveprim të Kur'anit dhe agjerimit që ty të kujtohet kur e agjerueshëm apo. Andaj të kujtohet se me këtë libër e realizon dhe e arsyeton veprimin tënd dhe e dyta duke i bën miq në dynjë përjeton dobinë e miqësisë së tyre edhe në ahiret. Sa i nimon kjo të deburit shumë vallahi. Në veçanti për pika tani në vijem që kena me folë qysh, kur kjo kombinohet me lejen e Allah xhallahu ala, jap një rezultat shumë interesant. Mirë. E natën, tash ditën e kallëzuam pse? Për dy sebepe. Natën është interesant se Allah xhallahu ala vëllezër ndëruar për natën sa ka folë për zbritjen e Kuranit e ka përmend në aspektin kohor natën. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Apo natën e Kadrit. S'ka thonë ditën, po natën e Kadrit. Pastaj kur i ka thonë pejgamberi sa ja ayyuhal muzammil, o ti që je pështill, kumi lejle illa qalila. Apo nisfahu gjysën, au inqus minhu qalila, bën më pak se gjysën ka herë apo. Gjysë natë falo, ka herë më i lart bën më pak se gjysën. Apo au zid alayhi, edhe më ashtu sprish po më shumë gjysën. Warattilil Qur'ana tartila. Apo shika lexoje Kur'anin e ka lidh me pjesën e natës. Andaj edhe zbritja, edhe leximi dhe shumë se ne kanë ardhur të ndërlidhta me natën. Madje edhe arsyetimi i Kur'anit Yaumul Qiyama se ty duhet me të xhenet është me pjesën e natës. Ja rab pse lesha me flajt, do ke me flajt, tu më lezu mua smike me flajt. Andaj çu kom penguën e pejgjumi, pengoj edhe ti që mos hin xhenem aftë. Andaj ka lidhshmëri interesante që duhet na kujtohet kur meditojmë në natën. Dietarët kanë thënë se simbolika e leximit të Kuranit natën, në ditë e Ramazanit po flas, mund përkufizohet në dy çështje themelore. E para është se gjatë ditës njeriu mundet që të jetë i lidhur edhe me diçka tjetër. Për shembull, po lexon Kur'an, i po e ki edhe me atë kur bëhet iftari. Apo po lexon Kur'an edhe i ki me se apo kryet fillon puna. Po lexon Kur'an edhe i ki me tash që vjen vakti sunë kry me fal namazin, vjen ka zhvendosje gjatë ditës apo. Nëse nata e ka një qetësi apo që ta mundson një përkushtim të posaçëm ndaj Kur'anit. Po thuajse Allah alem, po thuajse Kur'ani, është zgabojmë për një shprehje po sa për ilustrim. Apo vetëm kushtimisht për të kështu me kushte. Apo po thuajse Kur'ani ka një xhelozi. Ka qef veç me të më marr aftë. Si do me shku mena dikun, po thuajse nuk t'jap krejt, sikurse kish me t'jap veç me të më marr aftë. Sa janë të vlefshme që shtu e kanë aftë. Sa janë të vlefshme që shtu e kanë. Apo ndojnë veç aty me bo, më marr me ta. Si të qysh dikun të xhelozojnë. E të vlefshme. Apo mirë po, për shembull, a xhelozon ajo që nuk është e vlefshme? Nuk xhelozon. Apo sa problem ndrimi. Andaj thu se ti gjatë natës
në vetmin tonë me Kur'an, po e dëshmon një farlloj kontakti special, krejt po i loptan. Veç për ty. Madje s'po flaj, apo që edhe gjumi kom lazë me flajt, jo, pe vënej gjumin e një orë, se po du veç me ty me nejt, apëm. Paramendo ti kur një miku të apëton, e din që je lodh, ki angazhime, ki familje, thush një orën e, veç me ty rrit, tjetë qa ki qefun nga ty. Kjo është trajtim special, i posaqëm, që ati jep me kuptu se sa ka afërsi, sa ka kredit kë njërit e ti, apo? Andaj, ndashta që ki komunikim jote me Kur'anin të mundëson që me përfitu ma shumë pejti, apëton. Andaj, natën e kujton këtë, thush subhanallah, shikon këtë Ramazan, dhe më thonë, unë e pëmsona me komuniku me këtë libër, se kam raportet posaqme. Krejt tjerë të rahatoj, tash, zdu kur kush me më pengun, nga si jam vetmu me ato që e kam të posaqme. Dhe e dyta, që e kam përmend djetarët është, se gjatë natës nuk ndëgjohen zëra. Pushojnë, flejnë zëra të apën. Ndëgjohet vetëm zërë jetë duke këndu Kur'an apëtën. Po thuaj se, subhana, kam përmend djetarët dhe kanë thënë, po thuaj se, kjo është një dëshmi, apo, se kur lexohet ky libër, duhet të gjithë zërat të pushojnë, gjitha mendimet të heshtin, të gjitha gjykimet të pushojnë, nga se i tërë pushteti i takon atij që e ka zbrit këtë libër atë. Andaj në këtë natë ti e heton këtë praktikisht, kur kush s'flet, kur kush nuk ndihet, kur s'ka asgjë, veç ti dhe Zoti në lexim të Kuranit, po thosja pia rikthen atë pushtetin real që gjatë ditës muslimanët e kanë humb, po bile spakun mirë simbolike, t'ia rikthejmë këtë pushtet të gjykimit që i takon librit të Allahut azza wa jalla. Dhe kush që shtot i paranon këto 4 pika, i bashkan aftën, tani meditimi përzihet. Kam shpresë që mas Ramazanit kena me pasunu, inshallah, pëmënej atë kuptimin tonë të librit të Allahut xhalla xhelaluhu. Se kemi nëjë përsindarjesh atë. Andaj vëllezër nderuar, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë mënyrë janë edukuar. Në këtë mënyrë janë shoqëruar me Kur'anin. Unë po duam ja dhon 2 pika praktike, ta shyre pa pika parë, 2 pika këtu, ka bagi do pika janë përmend sot apo. Po duam ja përmend vetëm 2 pika që mundin më na ndihmu se si të përfitojmë ne nga metoda e sahabeve për meditimin e Kur'anit. Në bazë të 2 seneve kryesore, ka shumë të tjera 2 mundemi praktikuar. E para, fjala e Ibn Mes'udit, i cili thot se nuk i tejkalonim 10 ajete pa i kuptu këto. Qa pa i kuptu? Qka kanë nga dituria, qfar kërkojnë nga puna, e jonë, apo nga qfar duhet mu larguapën. 10 ajete e mora vesh. Qka dhe me thonë? A ka në i obligim për mu që duhet me kry? A duhet nga të qka mu largu? A ka në i lem që duhet me i besu? Kër i kom kry këtë 10, kalëm të 10 tjera të përën. Këtë metodë përdore në Ramazan. Metodën e sahabeve, 10 për 10. 10 për 10. E para, dhe e dyta ajo që në del shesh, në bazë të edukimit të pejgamberit sasme që ka bërë sahabeve është, se i ka mësu që nga njëre të bëhet edhe meditim kolektiv. Andaj ka thonë pejgamberi sasme, me gjitema a kaumun, fi bejtin min bujutillahi, jetlune kitab Allahi, wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhimus sakina wa haffatuhumul malaika. Pejgamberi më thot, Ramazan ma shpesh që shkon në xhami në Ramazan s'ka. Edhe ma shpesh se i takon vllazit në Ramazan në xhami nuk ka. Apo nga se s'ka çore pa i bashku taravia. Minimumi, apo? Andaj është shans. Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur mbledhen një grup njerëz, arabisht grup janë 3 vet. Me 3 vet janë grup, nefer. Kur mbledhen 3 vet në një shtëpi për shtëpijeve të Allahut, në xhami. Apo jetlune kitab Allah, e lexojnë librin e Allahut, po interesant ku ka kjo jetlun s'ka pik, ka mëso diçka, u yatadarasuna fima bainahum. Edhe e meditojnë mes vetë që çdo ta thon. Ti vëllai që to apo ti në çelës për në zemër. Apo tash kjo e qysh me bukët, më thash për qysh, përgjigjja e qysh është javënarshme. Tash është veç diçka tjetër. Po kur mbledhem në një shtëpi për ta studiu librin Allah xhallahu ala, kuptimin e meditimit, thot pejgamberi, nazrat alayhimus sakina.
zbret mbi ta, unë nuk di hala që i bjen shqip sekine. Qetësi, rahati, prehje, këto këto relative, janë shumë të mangë këta. Janë shumë të mangë këta. Donë sekine është një rahati më e posaçme se rahatia. Një qetësi më e veçantë se qetësia. Apo që nuk mundet me ta garantu askush pas libet e Allahut azza xhela. Kjo është, don s'ka mundësi. Kjo është sekine e posaçme e libet e Allahut azza xhela. Andaj përnaj sahabia kur ka qenë duke lexuar surën Kahf e kanë dinë një farlloj apo një farlloj qetësie, një farë pushtimi, saqë edhe kali ka lëviz nga diçka që po ndodh. Ka thonë pejgamberi se kanë zbrit me lajket me sekine. Apo për shkak të surës Kahf. Andaj zbret sekine apo. Mas kush e bën këtë sekine? Hafathumul malaika. I rrethojnë me lajket apo. Para mendon tash ti në vend je në xhami me vëllezër musliman, të kam mbledh një motiv shumë i lartë, meditimi i librit të Allah xhallahu ala. Të kanë rrethuar me lajket, zbret sekine, çto 5 kurbona apo. Ta mëna që nuk e marr vesh tani çaj bën Malik Yawmiddin. Provaj e kime pa optën. Andaj kështu i kam su pejgamberi sa që ose meditim ndaras, ose meditim kolektiv. Që ta shndërrojmë çdo situatë gjatë Ramazanit në Kur'an dhe rreth Kur'anit. Andaj, kjo është ajo që thash e kam përmend disa prej dietarëve në lidhje me metodën që e ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me edukimin e ashabëve të tij në meditimin e librit të Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe padyshim vëllezër nderuar, nëse ne po them kështu kushtimisht e zotnojmë në rrafshin tonë individual, e zotnojmë mjeshtrin e meditimit të Kur'anit, spaku për disa jete, atëherë do të kemi një qasje komplet tjetër dhe një shoqërim dhe një udhëtim tërësisht tjetër së bashku me Kur'anin nga ai që kemi pasur deri më tani. Deri më tani kur ke lexuar Kur'an je kënaq. Deri më tani kur e ke lexuar një gjysmë ditë ose ke bënë një hatme, për ty ka qenë bajagin një sukses dhe një arritje e madhe. E tash unë them, nëse kësaja bashkangjet, këtë që folën për këtë, do të jetë një përjetim dhe një arritje diçka që ti ndoshta kurse ke përjetuar. Nga se po t'japet mundësia ndoshta për herën e parë në jetën tënde që atë që të ka thonë Zoti me kuptu ti vetë pa ndërmjetësim aftën. Kjo ka shijen e vetë posaçme. Apo po kanë nga një ndërmjetësime. I po e din sa më afërt është raporti pa ndërmjetësime, më i ëmbël është takimi aftën. Ma e mbërështë takimi. Andaj, veç për me njerëzit, për me afru, lërësin mes tyre, edhe mes pejgamberi s.a.s. kanë esë me mira kilometra. E lërë më sa do të me u për me afru, lërësin mes te e mes Allah, mos me pas dikush që të ka zonë që ka thënë Allah në Kur'an për ty. Bërit që të jetë të marrësh për veti, vetë unë nga ajo që Zotë Gjellë ka thënë ato. Andaj, Imam Ahmedi Rahimullah njëre në Bagdad ka qenë, edhe ka vendosur me Yahya ibn Ma'inin bashk udhëtarën e tij dhe bashkanikun e tij me shku me marr hadithin nga Abdurrazak as-Sanani që ka qenë në Yemen. Por ka qenë koha e haxhit, kanë thënë po shkojnë njëherë në haxh. Të bëna haxhin pastaj pe Mekës shkojnë në Yemen. Kur kanë shkuar atje kanë pa Abdurrazak as-Sananin ka ardhur me bo haxh. Ka alhamdulillah ja kursyem vetës një udhim disa mujor, se me shku disa, të një menajtë e më këthy që i krym. Imam Ahmedi ka një, këna vendos me shku me marë atje këna me shku me marë. Pse? Qa që kone ekstrem, haram u kone me marë në qaba? Jo. Po në qofë se kishme në kalzu këtu Abdurrazak as-Sanani në hadith, apo, a i palibër habitet, apëtën. E duhet me vetë dikon qysh kja, apëtën. Përzijet dikush. Atje me libre e ka sënedin më të shkurt, edhe më të sigurt, në afran për një njeri mangat pejgamberit e sa në transmetim dhe bëjmë këtë sakrificë. Veç një njeri me konë mangat apo. Për shembull, transmetohet nga filoni nga pejgamberi sa më. Apo i ki 3 ditë pejgamberit sa më. Apo ki mundsi me nga filoni nga pejgamberi sa. Për çet një veç me hek, mangat për një njeri me konë kanë bëu tërë këtë them apo. E sa do me bëna me konë për një hap apo për një jetë bële me konë. Pa dikon te Allahu xhallahu ala. Wallahi shumë do të më thonë se kjo punë. Shumë do të më thonë se kjo punë. Dhe këtë thash e arrin në qoftë se
e bën këtë kombinim, fillimisht këtë lloj të leximit të Kuranit, duke dhënë hakun me këtë meditim dhe me këtë kombinim të ditës dhe natës që ne folëm për të më herët. Së qoftë me kaq po duam me i dhon fund për shkak edhe të situatës opton që mos më ngarkua dhe plus asaj t'japim hapësirë për javën e ardhshme inshallah që të përmendim disa pika që para lajmërova që me lenë Allah do të flas për to. Lutë Allahun e manduar që të na mundson të kemi shoqërim të posaçëm me librin e tij, ta dojmë e të udhtojmë atë që të na bëhet udhëzues në dunja dhe udhëzues ndërmjetësues ditën e gjykimit tek Allahu xhalla xhelaluhu. Me kaq po do vend Allahu i shpëlbej vëllazëri. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen katira.